ka kontribu shumë për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Fatmir Haklaj. Tha agim, kur më kanë thirrë, tha Vlorë me shku, tha kundër vllaznive të mi me luftu, tha i kum refuzu, tha i kum thonë çore ku janë serbët. Edhe këtij shoku tam, a det veteranit i thash, për me shku në Shqipëri, me botë llovia thash nuk vi. Që kine ide, thash, për Serbi kënena, për Greqi, qa me ri, thërëm kur dush, thash vi. A me shku me gju parlamentin, me kallë qeverin, thash, jo, thash zotni, thash, edhe me më gumu nuk shkan. Që këj përsen qatë ideje ka vla? Me qasë ideje kish vira atje. Po kësë është organizatori protestës? Po qka po di unë, organizatori... ato halja kërkush në ka dojnë me marë bajraku. Tash po folmi drejt. Një ndër organizatorët kryesor protestës është ky njeri që peshe këto për Jo, s'jam unë organizator. Unë jam mirëmbajtës. Mirëmbajtës, po. Unë jam mirëmbajtës, jam mirëmbajtës. Deri sa nuk e marrin një organizator. Kush është organizatori shpenda për me ditë? Organizatori është një agent i Hamasit, i cili lidhet me Arabinë Saudite dhe ka lokacionin në Iran. Për me? Po. Na financon neve dhe agentët tanë janë 7 deri 9 vjeç. Hajgore të po tash. Do të bën hajgore. E kam kohën time unë tani. Mbaroj koha të flasun. Të merresh me nivelin e Pilinçit, si e them fillim në krye të herës së emisionit që je shumë i lumtur me një nivel të tillë me djalë. Unë nuk vete flas për Pilinçin valla. Falende, po unë vazhdoj të vijë. Ai po lyp njerëz me Kosovë. Pagjë se 4 ure meritojmë edhe humor ka pas. Pilinçi është i debil, është i debil par excellence, që nuk mbledh dot ushkurët e bregve. Është një lolo që dje i kemi vajtur, i kemi takuar dhe i kemi bërë deklarat. Provoje byçën, futun protestë, shikon të rriqesh zvarr apo të rriqesh zvarr. Kaq publike e di Shqipëria, e di Edi Rama, e di Sali Berisha dhe Pilinçi nuk hyri dot vlla. Ne nuk kemi fjalët si demushi puna si kurkushe. Ne jena çuna shumë të thjeshtë, çuna shumë të mirë. Nëse ti thua apo në një tjetër thotë që ajo protestë është e turpshme, kur vin nëna shtatzan, vin fëmijë, vin gjitha, tjetër e turpshme ajo. Ja madhështore është. Ajo është madhështore dhe kjo është treguese më i madh. Unë jam njeriu më i lumtur vlla. Edhe protestë. Jam njeriu më i lumtur në botë. Shpresoj që të pakën një herë në jetën e tyre njerëzit ta ndjejnë my amount of happiness, sacinë e lumturisë që ndjej unë që populli im është me dinjitet, ka dinjitet, atë dinjitetin që kemi lexuar te kjo lahuta amalcisë. Sa debila do dalin si Pilinçi apo Pilinçat apo gjithta gojorsat në parlament, edhe në grupe parlamentare, edhe në media, që janë lëtyra të paguara për 100 euro, për 200 euro, që hedhin interesin kombëtar. Kur neve po na ikin shokët, vlezrit, motrat, po bëhemi gati për tigur, po vind po na e blen të huajt me 1 euro metrin, po flitet anglisht mes Tiranës. Vjen tjetër nga Bangladeshi, nga India, nga Filipinet, të detyrohesh të flasësh anglisht në kryeqytetin e shqiptarëve. Nuk kemi ujë, mëngjes drek dark, jam larë unë 33 vjeç me saplak, se s'ka ujë, s'ka depozita ujë, Tirana. Vlonjatët e kanë luanin që e njeh gjithë Shqipëria që mbushin ujë stotë, s'kan ujë të pishëm në shtëpia. Mielin po e marrin, po na dalin burrat, po na dalin gra, si i ka rënë testosteroni, se të vjen malli i helmuar nga Serbia. Dhe që nga mineve njerëzit të cilët po godasim shtetin. E kush mendon që do të më ardh në kryet e Shqipërisë? Në kryet e Shqipërisë, konditat, rrethanat prodhojnë zgjidhje. Ne duhet me pastru qelbin. Qelbi janë ky establishment. Nuk mund zgjedhim dot si do ta shërojmë, si do ta fashojmë pa pastru qelbin vëlla, se të është gangrenizu plaga. Askush që do vi, ai grup që do vi, ta masi, më fal për shprehjen, bythën mirë kur ti marri fatet e Shqipërisë, se nuk është aq e lehtë, se e kanë bërë çorap. S'dihet se si i kanë bërë gjonat. E do vullnet shumë të mirë, duhet mendu për ata fëmijët atje. Për ata dy atje duhet me mendu. Ja, po mendon që me këto protesta bjen Edi Rama? Absolutisht po vëlla, absolutisht po, sepse është protesta më qytetare që po bëhemi shembull në botë. Po e vërtet kanë folë gjithë bota për neve po bëhemi shembull në botë për qytetarin ton. Unë dhe ai djali atje Vilsoni, përshëndet, do të gjeni për kemi mbajtur kordonin e policisë. Nuk ka polici na flet keq nave. Ne i bëjmë ftesë administratës publike, ju jeni tanët, hajdeni, friteni frikën. Se po i mbajmë për një cop buke në punë. Ti e duke bë punën e të kërcënon me punën tënde, a kupton? Të vjen studentët e thotë o profe, ma jepi cop pese se do ikin shtëpi bari, mos ma diq diplomën. Si duhet ndihem unë si pedagog vëlla?
Tezja ime me kancer, merr transgjinori dhe transseksuali subvencione shteti për terapi hormonale, se ndihesh ti mashkull apo femër, se më plasi mua Rama, se ndihesh mashkull apo femër, ka prioritete, o vlla. Sot e kësaj ditë nëse ne jemi zi buke, unë heq bukën time për atë fëmijën atje. Se është më primar se sa unë. Kjo është burr shteti, kjo është i kesh bolet katrore, o vlla. Absolutisht, pajtona plotësisht. Ky është burri i shtetit, nuk është burri i shtetit që duhet të ketë prioritete, dion ma bëjnë mua gjithë e bëjnë krenarinë e patriotizmit. Patriotizmi është trop bythën ndërto vendin, patriotik janë gjermanët. Pas luftës së dytë botërore hëngër karton.